Prokuroria e përgjithshme pas një procesi verifikimi që ka zgjatur 2 vite ka dalë në përfundimin se gjyqtarja e gjykatës së posaçme Irena Gjoka ka qenë e dënuar në Greqi për veprën penale të falsifikimit të vizës. Në konkluzionet zyrtare theksohet se dënimi është i vërtetë dhe autentik. Sipas të dhënave në formularin e vetdeklarimit të plotësuar në vitin 2016, në kuadër të ligjit të dekriminalizimit, Irena Gjoka nuk e ka deklaruar këtë dënim. Në pyetje nëse e ka qenë ndonjëherë dënuar me vendim të formës së prerë, ajo është përgjigjur jo, ndërsa e njëjta përgjigje figuron edhe për pyetjen lidhur me ekzistencën e një dënimi gjyqësor jo të formës së prerë. Në këtë kontekst janë bërë publike edhe argumentet mbrojtëse të gjyqtares lidhur me çështjen në fjalë. Ajo ka paraqitur një dëshmi të detajuar me shkrim pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku sqaron rrethanat e përplasjes së saj me autoritetet greke. Në deklarimet e saj, Gjoka tregon se ngjarja daton në fund të vitit 2002, kur ajo udhëtonte drejt Greqisë me një vizë të marrë pranë konsullatës greke në Shqipëri, por ju ndalua hyrja në kufi nga policia greke. Sipas saj, një vendim i tillë u përsëriti edhe më 13 shkurt 2003. Gjyqtarja e konsideron ndalimin e hyrjes në territorin grek si të padrejtë dhe thekson se situata u keq interpretua nga autoritetet përkatëse. Sa i takon dënimit nga ana e drejtësisë greke me burgim 3 muaj, gjob 1.500 euro, si edhe me shpenzimet gjyqësore prej 73 eurosh, teksa dënimi me burg është konvertuar me pagesë financiare 4.4 euro për çdo ditë burg, vendimi i cili nuk u zbatua asnjëherë, Irena Gjoka ka deklaruar para Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk është njoftuar për zhvillimin e proceseve gjyqësore ndaj saj dhe nuk ka patur informacion. Personalisht nuk jam njoftuar as zyrtarisht dhe as faktikisht për procesin gjyqësor administrativ apo ndonjë proces tjetër të zhvilluar ndaj meje në gjykatat greke, ka deklaruar gjyqtarja duke vijuar. Pasi në media janë publikuar vendime administrative apo të natyrave të tjera në emrin tim, duke mos qenë në dieni të asnjë vendimi, kam autorizuar përfaqësues me prokurë të posaçme për të marrë informacion për çka publikohej. Gjithashtu ajo ka pretenduar se dënimi nuk është regjistruar kurrë në regjistrin penal dhe përrjedhoi, dënimi konsiderohet sikur të mos ketë ekzistuar kurrë.